Dhoma Kombëtare e Avokatisë së Shqipërisë ka reaguar me tone të forta pas ndalimit dhe arrestimit të avokatit Uiliam Bajrami nga policia e Elbasanit, ngjarje që ka tronditur opinionin juridik dhe publik. Arrestimi ndodhi vetëm një ditë pas një përplasje verbale mes avokatit dhe prokurorit Gjergji Ceka, gjatë një seance gjyqësore ku Bajrami kishte kundërshtuar një provë që sipas tij ishte falsifikuar dhe kishte paralajmëruar depozitimin e një kallëzimi penal kundër prokurorit për këtë veprim. Në deklaratën e saj zyrtare Dhoma Kombëtare e Avokatisë e dënon me forcë këtë veprim të institucioneve të drejtësisë, duke konsideruar si një akt arbitrar që minon të drejtën themelore të një avokati për të ushtruar funksionin e tij në përputhje me ligjin. Sipas Dhomës, ajo që ndodhi në sallën e gjyqit ishte një përballje normale brenda kuadrit ligjor mes palëve, një debat që duhet të jetë i mirëpritur në çdo proces gjyqësor të ndershëm. Megjithatë, prokurori në vend që të përballej me mënyrën institucionale me akuza për të falsifikuar provat, zgjodhi rrugën e ndëshkimit personal, duke urdhëruar prangosjen e një avokati që po ushtronte të drejtën e tij për të mbrojtur klientin dhe për të kërkuar llogari ligjore. Sipas kushtetutës dhe ligjeve të Republikës së Shqipërisë, avokatët kanë të drejtë dhe detyrim për të ngritur shqetësime, për të sfiduar provat dhe për të kërkuar hetim për çdo veprim të paligjshëm që mund të dëmtojë drejtësinë apo të drejtat e qytetarëve. Dhoma Kombëtare e Avokatisë i bën thirrje Inspektoriatit të Lartë të Drejtësisë, Këshillit të Lartë të Prokurorisë dhe Prokurorisë së Përgjithshme që të ndërhyjnë menjëherë për të verifikuar këtë rast dhe për të vënë në lëvizje mekanizmat e kontrollit institucional. Dhoma kërkon që rasti të trajtohet me transparencë të plotë dhe që të garantohet se asnjë avokat nuk do të ndëshkohet për shkak të fjalës së tij profesionale në sallën e gjyqit. Në të kundërt, do të krijohet një klim frike dhe autocensure mes profesionistëve të ligjit, që është parapranueshme në një shoqëri demokratike.